Kjo grua ngri 3 kumulla për 30 ditë rresht, do befasoheni me atë që i ndodhi. Kur mendojmë për frutat e verës, mendja na shkon automatikisht te shalqini, rrushi e të tjera, të cilat janë në zgjedhje bazë kësaj stine. Megjithatë, ekzistojnë edhe fruta më pak të famshme, të cilat fshehin një thesar të shijshëm, por edhe me përfitime të rëndësishme shëndetësore. Bëhet fjala këtu për kumullat e kuqe. Vetëm shija e tyre është një arsye mjaftueshme për t'i përfshirë në dietën tuaj, megjithatë përfitimet e tyre nuk kufizohen vetëm këtu. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në fakt, lëndët ushqyese të këtij fruti kontribuojnë në funksionet e ndryshme të trupit, duke mbrojtur atë nga një sër komplikacionesh. Kumullat janë shumë ushqyese, përmbajnë fibra dhe antioksidantë, një mori vitaminash dhe mineralesh që mund të ndihmojnë në uljen e riskut të disa sëmundjeve kronike, ndër të tjera edhe përbërësit e elementeve që ndihmojnë në kontrollin e obezitetit, diabetit, sëmundjeve kardiovaskulare, ndërkohë që ndihmojnë në reduktimin e kapslokut dhe mbrojnë gjithashtu kundër osteoporozës. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni të paktën 3 kumulla çdo ditë? Ato janë të pasura me lëndë ushqyese të rëndësishme. Kumullat janë shtëpia gjithashtu e shumëllojshme e lëndëve ushqyese, që japin përfitime të mahnitshme për organizmin. Në veçanti ato përmbajnë më shumë se 15 vitamina dhe minerale të ndryshme, fibra bimore dhe antioksidantë. Disa nga përbërësit kryesor të kumullave janë vitamina A, vitamina C dhe vitamina K, kaliumi dhe një sasi e vogël e vitaminave B, fosforit dhe magnezit. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ky frut ka veti që ndihmojnë në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trup, pavarësisht se ato përmbajnë disa karbohidrate të cilat pasi konsumohen rrisin gradualisht sheqerin. Kumullat nuk duke se shkaktojnë një rritje të ndjeshme të niveleve të sheqerit në trup. Kumullat nuk shkaktojnë rritje të tilla. Ky fenomen paradoksal është për faktin se kumullat rrisin nivelin e adikopektinës, një hormon që rregullon nivelet e sheqerit në gjak. Në të njëjtën kohë ato janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj nëse konsumohen me moderim. Studime shkencore lidhur gjithashtu me konsumin e kumullave tregojnë se ato janë një zgjedhje shumë e mirë për të përthithur lëndët ushqyese për shëndetin tuaj. Kumullat do të ndihmojnë ndjeshëm edhe në shëndetin e diabetikëve. Përveç se kësaj, kumullat janë të dobishme për shëndetin e kockave, do t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj të nyjeve. Përdorimi i këtij fruti redukton riskun e sëmundjeve të kockave si osteoporoza dhe osteopenia. Ky efekt i dobishëm besohet jetë për shkak të antioksidantëve, të cilat janë të afta të reduktojnë inflamacionin në trupin tuaj. Ato ndihmojnë edhe në shëndetin më të mirë të zemrës. Së fundmi, konsumi i frutave të tilla do të ndihmojë shëndetin e zemrës dhe atë kardiovaskular, duke i dhënë ushqyesit e duhur dhe duke parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Në veçanti kumullat, sipas studiuesve, janë të afta për të ulur presionin e lartë të gjakut dhe nivelin e lartë të kolesterolit, dy faktorë kryesorë risku që mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të sëmundjeve të zemrës. Në një studim lidhur me pjesëmarrësit që konsumonin kumulla ose lëngje të frutave çdo ditë, arritën një ulje të ndjeshme të presionit të gjakut, kolesterolit total dhe niveleve të kolesterolit të keq LDL. Ky efekt mbrojtës mund të jetë për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, kaliumit dhe antioksidantëve të rëndësishëm që mund të përfshihen fare lehtë në dietën tuaj ushqyese. Shtimi i kumullave në menun tuaj ditore do të luajë një rol pozitiv ushqyes në dobi të shëndetit. Ekspertët shtojnë një zëri se kumullat janë të mira për organizmin dhe një i rritur mund t'i konsumojë ato në vazhdimsi të dietave të tyre. Kumullat përmbajnë më tepër se 80 lëndë ushqyese. Kumullat të freskëta ose të thata ndihmojnë në përthithjen më të mirë të niveleve të hekurit në trupin tuaj, çka do të balancojë edhe më shumë përfitimet e organizmit dhe do të parandalojë edhe komplikacionet e tij. Sigurohuni që këtë frut ta keni pjesë të dietave tuaja ditore edhe ndikimi që do të keni në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe i shumëfisht. Ekspertët i cilësojnë kumullat si mjaft të mira për shëndetin. Ja lista e përfitimeve kryesore që do të merrni prej tyre. Kumullat përmirësojnë kujtesën.
Nëse konsumoni të paktën 5 kumulla në ditë, do të ndihmoni organizmin për të liruar veten nga efektet negative të radikaleve të lira të cilat ndikojnë në keq në ruajtjen e kujtesës. Kumullat janë plot me antioksidant, gjithashtu ato mund të ofrojnë edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Kumullat janë plot me antioksidant që ngadalësojnë në zhvillimin e sëmundjeve të Alzheimerit, sipas ullumtimeve shkencore nga Universiteti i Harvardit. Ato gjithashtu përmbajnë edhe antocianina dhe quercetin, të dobishme në parandalimin e ndarjes së qelizave të trurit. Kumullat janë të mira për shëndetin e zemrës. Një kumull e freskët do të ofrojë 113 mg kalium, i cili ndihmon për kontrollin e tensionit të gjakut dhe zvogëlimin e riskut të goditjeve në tru dhe në zemër. Kumullat janë të mira për përmirësimin dhe mbrojtjen e sistemit të tretës. Kumullat lehtësojnë kapsëllëkun dhe ndihmojnë në lehtësimin e problemeve me tretin e ushqimit. Ato janë të mbushura me fibra dietike, sorbitol dhe histain. Kumullat e thata janë të mrekullueshme për të përshpejtuar tretjen. Në të njëjtën mënyrë, për të konsumuar kumulla gjatë gjithë vitit, është t'i zhysni ato në ujë të zjerë, t'i lini të ftohen pak dhe më pas t'i ngrini. Kumullat janë një mundësi shumë e mirë për të forcuar kockat tuaja. Studiuesit nga Universiteti i Shtetit të Floridas dhe Oklahomas kanë ushqyrtuar për 12 muaj 2 grupe të grave në periudhën e pasmenopauzës. Një grup konsumonte 100 gram kumulla të thata në ditë dhe grupi tjetër konsumonte 100 gram moll të thata në ditë. Të dyja grupet konsumuan suplemente të kalciumit dhe të vitaminës D. Grupi që konsumonte të thata kishte dëndësime të larta të kockave në shpinë dhe në parakrah. Kumullat përmirësojnë gjithashtu shëndetin e syve. Kumullat janë shumë të rëndësishme për shëndetin tuaj të syve. Ato japin edhe elementet mjaft të rëndësishëm për to. Fitonutrientët që gjenden me shumicë tek kumullat mund të uljen riskun e zhvillimit të degenerimit makular ose pikat e verdha, çrregullime shëndetësore që zakonisht njerëzit preken në moshat e moshuara. Kumullat mund të mbrojnë kundër dëmtimit të qelizave nga radikalet e lira. Kumullat kanë aftësinë të eliminojnë nga organizmi radikalet e lira të dëmshme në sajt antocianinave që ato përmbajnë. Kumullat janë të ulta në kalori. Një kumull e vogël përmban 30 kalori, kështu që kumullat mund të jenë një ushqim i shpejtë shumë i mirë nëse mbani dietën e rregullt. Kumullat shkatrojnë qelizat e dëmshme të gjirit. Ekstraktet e kumullës mund të vrasin qelizat agresive të gjirit, ndërkohë që qelizat e shëndetshme përreth tyre nuk dëmtohen nga ky trajtim. Ekspertët e Healthline i cilësojnë kumullat si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese që duhet të jenë pjesë prezente të dietave tuaja. Kështu ndikimet e tyre pozitive në organizëm do të jenë të shumëfishta të menjëhershme dhe do të parandaloni gjithashtu një sër komplikacionesh. Kumullat gjithashtu ofrojnë një mbrojtje të zemrës dhe mbajtje nën kontroll të kolesterolit. Kumullat përmbajnë antioksidant të fuqishëm që parandalojnë gjithashtu oksidimin e kolesterolit HDL dhe japin rezultate mjaft të mira në situatat tuaja ushqyese. Konsumi i rregullt i tyre ndihmon në mbajtjen e një zemre të shëndetshme dhe enëve të gjakut, duke zvogëluar rrezikun e problemeve kardiovaskulare. Kumullat janë të pasura me minerale të shëndetshme për kockat e forta. Kumullat përmbajnë bakër dhe kalcium, minerale thelbësore për shëndetin e kockave. Ato ndihmojnë në krijimin e dëndësisë së kockave dhe zvogëlojnë rrezikun e osteoporozës dhe sëmundjeve të tjera të tyre. Kumullat janë një laksativ natyral për tretjen e shëndetshme. Kumullat janë të pasura me fibra dietike që përshpejtojnë lëvizjen e zorëve dhe lehtësojnë zbrazjen, duke i bërë ato laksative natyrale pa acarime. Ato janë gjithashtu ideale për njerëzit me stomak të ndjeshëm. Kumullat do të ulin gjithashtu trigliceridet dhe sheqerin në gjak. Luteina, një pigment bimor që gjendet te kumullat, ndihmon në uljen e niveleve të triglicerideve dhe glukozës në gjak. Konsumi i rregullt i tyre mund të ndihmojë në parandalimin e problemeve të obezitetit, diabetit dhe presionit të lartë të gjakut. Kaliumi, për rrjedhjen e mirë të gjakut dhe shëndetin e zemrës, është i pasur tek kumullat. Ai ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, përmirëson qarkullimin e tij dhe zvogëlon gjithashtu edhe ngarkesat e punës së zemrës, gjë që zvogëlon në rrezikun e hipertensionit, përmirëson funksionin e sistemit kardiovaskular. Kumullat janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë përbërëse të dietave të tyre. Ndaj sigurohuni t'i keni pjesë të dietave tuaja për të marrë këto përfitime të rëndësishme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.